Përshëndetje. Për sot do të përgatisim një pije freskuese posaçërisht për stinën tonë. Përbërësit tonë janë disa feta limoni, të cilit ja kemi larë lëkurën dhe e kemi lënë që ta hedhim në ujë kështu siç është. Limoni shërben për të detoksifikuar trupin, për t'i hequr helmet, edhe gjithashtu shërben dhe për të ulur peshën tek personat që janë obez apo që kanë disa kile më tepër. Kemi edhe disa feta kastraveci për t'i dhënë freskinë e duhur, për t'i dhënë atë shijen e verës, shijen freskuese ujit. Dhe këtu matan kemi dhe fetat edhe disa gjethe mente apo nenegjik. Këto janë gjethet janë të lara dhe i kemi tharë. Do t'i hedhim një 10 apo 15 gjethe në 1 litër e gjys ujë afërsisht na duhen. Këto gjethet duken pak të çuditshme, por kur përzihen me ujin dhe me limonin, krijojnë atë shijen e freskët të verës. Në këtë stinë na duhet uji të jetë dhe me shije që ta konsumojmë sa më tepër, të hidratojmë trupin dhe të na shërbejë për të larguar nga helmet apo të na heqi papastërtitë. Ndryshe, sipas dietologëve, uji duhet përdorur sa më shpesh. Sugjerojmë që të paktën 1,5 deri në 2 litra ujë na duhen në ditë. Do të fillojmë duke hedhur të gjithë përbërësit në kanën tonë, fetat e limonit, me radhë hedhim fetat e limonit. Mund t'i prisni edhe me holl. Do të vazhdojmë me kastravecin. Provojeni dhe do ta besoni që uji në këtë mënyrë shijon më tepër. Dhe tani do të marrim disa nga gjethet e mentes apo nenegjikut. Mund ta hedhim kështu siç është. Ja dhe gjethet e tjera. Aroma e tyre është fantastike dhe uji do të na shijojë më tepër. Përveç se pikë së pari na bën mirë për shëndetin, na heq nga papastërtitë, helmet e ndryshme, toksinat që marrim gjatë gjithë ditës. Uji mund ta përgatisni kështu në mëngjes, edhe mund ta konsumoni gjatë gjithë paraditës apo mbas ditës, duke i shtuar gjithashtu ujë të freskët. Pra ja në këtë mënyrë kemi të gjithë përbërësit, kastravecin, mentën dhe limonin. Do t'i shtojmë edhe ujin. I vëmë edhe kapakun dhe e lëmë për disa minuta në frigorifer ose në temperaturën e dhomës. Gjithmonë para se ta përdorni duhet ta përzieni. Që të gjithë përbërësit të përzihen. Nëse doni akoma më të freskët, ujin mund t'i shtoni kuba akulli dhe jo vetëm ujin nga frigoriferi. Ju sugjerojmë të na ndiqni në faqen tonë Shëndeti, edhe gjithashtu për videot e tona në faqen e Facebookut të na bëni subscribe dhe në YouTube. Ja pra ky ishte uji freskues, detoksifikues, pra që heq helmet nga trupi ynë. Me limon, mente dhe kastravec. Nëse nuk ju gjenden njëri për përbërëse, mund ta bëni me 2. Ose vetëm me limon, ose vetëm me limon dhe mente, ose nëse nuk e dëshironi me kastravec, sipas dëshirës. Kjo është një nga zgjidhjet që mund të përdorni. Pra edhe uji në këtë mënyrë duket që merr
merr pak nga limoni dhe fillon të marrë një ngjyrë të bardhë, pra.